Jeta dhe vdekja janë nga argumentet e Allahut. Është interesante sikur të na flasësh për këtë krijim të mrekullueshëm. Allahu subhanahu wa ta'ala është jetëdhënësi dhe ai është jetëmarrësi, siç ka thënë në Kur'an, Inna Allaha lahu mulku s-samawati wal ardi yuhyi wa yumit. Allahu i lartësuar ka sundimin e qiejve dhe të tokës. Ai sundon qiejt dhe tokën, ai vepron gjallësi, ai drejton punët e gjallësisë, yuhyi wa yumit. Ai jep jetë dhe ai merr jetë. Kështu që të gjitha qenjet e gjalla i ka sjell në ekzistencë Allahu. Allahu është krijuesi i jetës. Allahu ua ka dhënë jetën qenieve të gjalla dhe ai ua merr jetën qenieve të gjalla. Padyshim që fenomeni i jetës dhe i vdekjes është ndër fenomenet më të mrekullueshme. Është një nga veprat madhështore të krijuesit ton subhanahu wa taala. Ligjësia e jetës dhe e vdekjes padyshim tregon që ka një Zot i cili ka planifikuar gjithësinë, ka paracaktuar këto gjëra të kundërta. Jetën dhe vdekjen, mashkullin dhe femrën, të mirën dhe të keqen, mirësinë dhe vujtjen, gëzimin dhe hidhrimin, jetën e kësaj bote dhe jetën tjetër pas kësaj bote, domethënë jetën e pastajme, ditën e gjykimit, kur do ringjallën njerëzit, do dalin para Allahut, do japin llogari për veprat që kanë bërë në këtë botë, pastaj do ndahen një grup në xhenet, një grup në zjarrin e xhehenemit. Pra Allahu subhanahu wa taala që ka krijuar këto gjëra të kundërta, ai ka fuqi absolute. Krijimi i jetës dhe i vdekjes, i mashkullit dhe i femrës, dhe i gjërave të tjera të kundërta, tregon që krijuesi ka dituri. Me dijen e tij ka projektuar këto krijesa. Tregon që ai ka urtësi, me urtësinë e tij ka krijuar jetë, vdekje, mashkull, femër, mirësi, vujtje, shnet, smundje. Dhe gjithashtu tregon që ai ka fuqi absolute. Me fuqinë e vet ka krijuar qenet e gjalla. Ne s'kemi fuqi me i dhënë jetë diçkaje që s'ka jetë. Ne nuk mundemi që të marrim një send, një lëndë pa jetë dhe ta bëjmë me jetë. S'është në aftësinë tonë kjo. Kjo është atribut hyjnor. Ata që thonë se ne do t'i japim jetë diçkaje që s'ka jetë. Edhe domethënë ka bërë përpjekje me laborator për 10 vite. Domethënë kjo është sjellje qesharake. Këta janë sjellë sikur se Firauni dikur që tha se i tha ministrit të vet Hamanis, që ka përmendur Allahu i lartësuar në Kur'an, që ma ndërtoi pallat se unë do të ngjitem në këtë pallat dhe do të shoh për Zotin e Musait, se Musai u thoshte njerëzve që Zoti është lart, është miq i ai. Dhe tha unë do të shoh dhe do t'u zbuloj, do t'u faktoj që nuk ekziston Zoti. Ai, domethënë, kishte qëndrim qesharak, ky është budallu, kjo është absurditet. Edhe vetë Firauni e dinte që ka një Zot që ka krijuar gjithësinë. Dhe ai ishte i bindur që Musa është i dërguar i Zotit dhe ka sjell argumente nga Allahu i lartësuar, po mohonte me kokforci dhe doshte që të verbonte arsyeën e njerëzve, të mbante njerëzit larg besimit. Domethënë shiko, dëgjoje do bënte një pallat dhe doshte që t'u faktonte njerëzve që nuk ka një Zot. Ngjashëm me këtë, me ato që kanë bërë Firauni dikur, njerëzit e shkencës, materialiste, ateiste, se jo të gjithë shkencëtarët janë tillë, por ateistët në mesin e shkencës, domethënë kanë bërë përpjekje që me bojnë qenie gjallë. Edhe kanë bërë përpjekje në laborator, eksperimente pas eksperimentesh që të munden domethënë një sendi apo një materialit pa jetë japin jetë, të prodhojnë jetën domethënë në laborator. Allahu e ka përmendur në Kur'an, la yakhluqu dhubaban, ata cilët ju adhuroni përveç Allahut, nuk munden të krijojnë qoftë edhe një mizë, pra qenien e gjallë, më të vogël nuk mundën ta bëjnë dot, sikur të lidhen gjitha krijesat, nuk e bëjnë dot. Është atribut hyjnor ky, është atribut i Zotit. Apo siç domethënë para disa viteve bën një eksperiment në Zvicër. Se gjoja pretendojnë që gjallësia është formuar në saj të një shpërthimi të madh, të rastësishëm. Thotë njeriu që u bën rastësisht gjallësia nga një shpërthim, është sikur të thotë dikush për shembull që ndodhi një shpërthim në një shtyp shkroje dhe rastësisht u bë një fjalor ose një libër.
ose domethënë ndodhi një shpërthim dhe rastësisht u bë një qytet, ose u bë madje është edhe më keq, se gjithësia ka një organizim shumë më mahnitës, më të mrekullueshëm, se sa një qenie e gjallë, se sa një pallat, se sa një dhe të mendoj njeriu domethënë që një qenie e gjallë është bërë rastësisht, apo qenet e gjalla u bën rastësisht, apo policia e jetës dhe vdekjes u bën rastësisht, domethënë kjo është marrëzi. Është më keq se të mendoj njeriu që një pallat, një libër është bërë rastësisht. Atëherë pra kanë bërë një përpjekje në Zvicër para disa viteve që domethënë joja do bëjnë atë eksperimentin e shpërthimit të madh. Edhe i quajtun ato grimcat që do të shpërthenin sipas tyre, i quajtun grimcat Zot. Në përpjekje që të konkurrojnë Zotin, të rivalizojnë Zotin dhe të bëjnë një univers ashtu sikur sa ka bërë Zoti i gjithësisë. A ka mundësi njeriu që të bëjë një univers? Gjatë regjimit komunist menduan, domethënë shkencëtarët e regjimit komunist, sepse edhe ata kështu pretendonin që kishin arritur kulmin e zhvillimit, madje të parët që hodhën satelitin në hapësirë kanë qenë shkencëtarët e Bashkimit Sovjetik. Dhe ata kanë bërë mjaft zbulime, mjaft gjëra, dhe pretendonin që kishin arritur majën e zhvillimit intelektual dhe njerëzit do përfundonin sipas tyre në socializëm, në komunizëm. Dhe njeriu sipas tyre do sundonte gjithësinë, domethënë do bëhej Zoti i gjithësisë. Do të arrinte një zhvillim deri në atë pikë sa që do komandonte gjithësinë. Ka mundësi njeriu ka aftësi të kufizuara? Ka mundësi njeriu që të komandojë gjithësinë, drejtojë gjithësinë? Por kjo është frenim intelektual. Ky është frenim mendor. Domethënë nëse njeriu nuk njeh limitet, nuk njeh kufit, atëherë domethënë logjika do kthehet në dëm të tij. Kështu që Allahu ka krijuar jetën, ai ka krijuar vdekjen, këto janë ligjësi të vendosura nga Allahu subhanahu wa taala në qetësi. Allahu subhanahu wa taala na ka treguar në Kur'an tregimin e Ibrahimit kur zhvilloi një dialog me mbretin e kohës së vet Nemrudin. Ka përmendur komentuesit e Kuranit se Nemrudi e ka thirrë Ibrahimin alayhi salam. Ibrahimi besonte dhe u vonte thirrje njerëzve të besonin një Zot, adhurojnë Allahun vetëm. Edhe Nemrudi, siç kanë përmendur komentuesit e Kuranit, e ka pyetur, i ka thënë, kush është Zoti yt? Ibrahimi alayhi salam i tha, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Këtë pjesë ka përmendur Allahu në Kur'an. Zoti im është ai që jep jetë dhe merr jetë. Këtë dukuri të mrekullueshme, këtë ligjësi, jetën dhe vdekjen, e ka vendosur Allahu. Ai jep jetën, ai merr jetë. Ai ka krijuar qenet e gjalla dhe ai merr jetën atyre. Ky është Zoti, ky meriton të adhurohet. Unë këtë besoj, këtij nënshtrohem. Por mbreti kokfort, që nuk e besonte Zotin, tha, edhe unë jap jetë dhe marr jetë. Edhe tha një njeri që është dënuar me vdekje, e fal. Edhe kështu i kam dhënë jetë. Një tjetër që është dënuar me vdekje, e vras dhe kështu ja marr jetën. Padyshim që kjo ishte kokfortësi, sepse nuk është ky kuptimi i atributit Zotit, dhënia e jetës dhe marrja e jetës. Por Ibrahim alayhi salam ja përmend një argument tjetër që rrezonte pretendimin e tij. I tha, qala Ibrahim Rabbi alladhi yati bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib. Ibrahim alayhi salam i tha, Zoti im e sjell diellin nga lindja në perëndim. Sillet nga perëndimi në lindje. Pra Allahu i lartësuar ka vendosur sistemin diellor dhe ai ka bërë që të lind dielli, nga lindja vjen dielli në perëndim. Këtë sistem e ka krijuar Allahu. Ndryshohet këtë sistem që të vijë të lind dielli nga perëndimi për në lindje. Fabuhit, heshti, shtangu, s'kish çfarë thoshte. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allahu lartësuar nuk udhëzon njerëzit keqbërës. Pra Ibrahimi alayhi salam i përmendi një argument, krijimin e gjithësisë. Ky është atribut, edhe ky është atributi i Zotit. Allahu me fuqinë e vet, me dijen e vet, me urtësinë e tij, me vullnetin e tij ka krijuar diellin, ka krijuar ditën dhe natën dhe ka bërë që të lindë dielli dhe të perëndojë. Këtë sistem e ka vendosur Allahu i lartësuar. Ai që ka vendosur këtë sistem, po ai ka krijuar jetën dhe vdekjen. Përderisa njeriu s'ka mundësi të sjellë diellin nga lindja nga perëndimi, ai s'ka fuqi as të jap jetë dhe të marrë jetë. Që këto janë atributa hyjnore, këto i përkasin vetëm Allahut, nuk u përkasin njerëzve.